E bën edhe e bën si drejtje. Ta e kriminella, po I vrasin njerëzit, po I lën pa bukë. Ke parti në një krim të dali vetë nga molla? We will not be held responsible for any hearing event or for excessive exposure to this substance. Qose ti nuk e nerva, do të merresh me një person tjetër, do me thënë që mund të thosh edhe diçka në përdhëm që se kupton, sepse nuk e di gjuhën tënde, është diçka e tillë. Por mendoj se jo mendoj, po jam shumë I sigurt që shumica e meshkujve që jetojnë jashtë, do me thënë nuk do ta thoshin asnjëherë që gocat jashtë janë më ndryshe, edhe ku kam parë këto zonat. Përkundrazi, sidomos në rrethin tim shoqërisë, ajo që themi gjithmonë është këto goca tu nuk janë gjë ku ndi. Nuk e din fare. Gocat tona janë të ruaj Zoti, dinë se ç'a bëjnë, dinë se ç'a kërkojnë nga jeta, ose të paktën shumica. Këtu është më e vështirë. Domethënë para se ka një numër më të madh njerëzish, domethënë që ndikon direkt në atë, por prap është ajo culture gap, ka një ndryshim, një variacion jashtëzakonisht shumë të madh, domethënë sa duash të mundohesh, domethënë asnjëherë nuk e për të qenë 100% gjerman, francez, anglez, ku di unë vërja emrin çfarë duash ti. Janë diçka që neve na bëjnë shqiptar, domethënë pavarësisht se kjo shprehja është tani pak e super përdorur, abuzohet, domethënë talli. Mungon kjo në fakt, po ishin njerëzit ai shumë të përgjeshëm në Shqipëri, domethënë se nuk do kish më shumë njerëz që do rim kafe, ama se s'bëhet këtu, do ikim jashtë, të gjitha të tjerat, se din se jashtë është vaj, ja u ju. Mamën se po të ishim shumë njerëz që e dinin shumë mirë se o bën, kishin një lloj, nuk do fajsonin faktorët e jashtëm, domethënë, por s'di. As unë se kam mbledhur mendjen për sa I përket kësaj teme, sepse janë shumë ndarë, se unë kam një pjesë shumë madhe të shoqërisë, jo, por të personave që kam njohur, që kam pasur në gjimnaz, apo ku dëgjon zhurin, motra, vëllezër, uiu. Ka një pjesë shumë e madhe për shkak që ja ka dalë mbande aty, janë të kënaqur. Normalisht jam I kënaqur, po edhe unë që jam këtu jam I kënaqur. Se e mira nuk ka fund, kupton? Ka vend të mira, okay. Ka gabime shtetit të gjitha. Po mendja se në jetën private, domethënë, nëse vërtet e do diçka, domethënë, nuk e ngat jam bash. Do shikosh veten në pasyrë dhe thosh, do e bëjmë ose do e bëjmë. O përvishi mengët, I bëu gati të lyesh me balt. Oke, fik nga balta, pastaj mos e merr më të mirë fare, ndro deka, apo ndro stil jetese. Zgjidhe vet. Në këto exchange ka minimalisht 30 deri në 40 vet. Dhe janë nga shtetet të ndryshme të Europës, po kanë rastisur dhe të rinj nga Koreja e Jugut, Malajzia dhe Kina. Këto zakonisht zgjasin nga 5 deri në 20 ditë. Veprimtaria, aktiviteti Youth Exchange zgjat 5 deri në 20 ditë. Qa super eksperiencë mund të jetë kjo. Në këto organizime ka pafund njerëz të ndryshëm, vajza të ndryshme, kultura të ndryshme dhe mjaftueshëm ditë për të njohur me të gjithë. Ndaj këtu mund të them me bindje që një vajza të sotme nga jashtë vendit më shumë se ti që përdor fjalinë gocat jashtë janë ndryshe. Ku kanë parë këto tonat? Me që mi afro fundit, unë kam një koment për të pjesën, po do të them mbasi ta mbaroj letrën se edhe pak. Gocat jashtë nuk janë ndryshe zotëri. Mjedisi jashtë është ndryshe. Gocat jashtë që kam njohur unë janë si gocat këtu, punëtore, të zgjuara, me të gjitha të mirat dhe të këqijat e tjera. Gocat e sotme nuk janë njësoj. Nuk mund të jenë si ato dikur, për aq sa nuk jetojnë në të njëjtën kohë. Nuk mund të krahasosh vitet për të gjetur sa e mirë është goca që ti njeh. Ky nuk është një rrëfim seksist, as nuk dua të jetë I tillë, sepse nuk kam qëllimin t'ju sulmoj si gjinia e kundërt për këto fjali për gocat e sotme. Është budalli. Unë s'bën janë të keqe, të fare janë, nuk e di. Prap kurioze situata se unë vërtet se kam ide shumë domethënë se sa persona të tillë mund të jenë me këto synime, domethënë që thjesht të duken kështu. Fasada është shumë e rëndësishme për shumë rob, domethënë, po fasada sidomos nga ana inxhinierike është më e fortë kur ka edhe një karabinat të fortë.
ata që dini që është karabinaja, është skelet. Në fjalë më të thjeshta. Kështu që sa Johnny Cole alla çau çu bëni kohë atje, o do shpik këtë, do shpik atë. Kupton? Në ato kohë që John duke menduar çfarë titulli ti vësh vetë, shiko, mas të gjena një kurs tani kështu, se ka online plot të duash edhe me një kualifikim aty dhe vëre vërtet i vë dhe certifikatën direkt. Ideja do ata persona që mund të dyshojnë, pastaj mund ta shohin direkt atje u ç'ne ky filani. Pastaj ata u që ka vërtet. Kështu, ngjelin si mund. Kështu që është një teori që e ka shpikur njerëzimi. Të themi pak të pjesën përpara, domethënë për gocat që jetojnë jashtë. Shiko, e para fare unë kam të përshtypjen që çunat si puna ime, domethënë që janë këte jashtë, i kam parë gocat jashtë, domethënë i qanë syri për një gocë shqiptare. Pjesa më e madhe e kësaj lidhet me faktin sepse është kultura e njëri dhe disa gjëra mund t'i kuptojnë më mirë. Domethënë, unë kam rreth në shoqërisë time, domethënë veç një shok edhe një shoqë të huaj kam, domethënë gjithë tjerët janë shqiptar. Edhe për mendimin tim kjo është gjë shumë e mirë, unë nuk kam nevojë si sa persona të tjerë që unë njoh, domethënë që mundohen të rinë vetëm me të huaj edhe vetëm me atë justifikimin hëse të huaj din më mirë edhe me eksperiencën që kam unë fatkeqësisht, domethënë janë më shumë gocak, sidomos këtu në Gjermani. Domethënë që e bëjnë këtë gjë që se meshkuj shqiptar nuk din, meshkuj shqiptar janë të prapambetur, janë kështu, janë ashtu, do lidhe me një të huaj sepse të lënë më shumë hapësirë të bëjnë gjithashtu. Jo. Kjo është ajo që ke zgjedhur ti, domethënë kjo është ai lloj mashkulli që ke tërhequr ti kur ke qenë me një lidhje, po që është prapë interesante dhe më duhet ta them që nuk është se e njihja shumë si fenomen që ishte duke ndodhur. Do kalojmë gjithsesi për më vonë. Si fillim faleminderit për audiencën e podcastit të fundit të letres, është pritur më mirë nga të tjerët. Spotify në Apple Podcast, domethënë ka pasur rekordet për sa i përket podcastit tim. Në YouTube ka qenë më sipër nga të fundit. Nga plasi trapi fare se ç'a bëhet, unë të gjithë të pjesën që kisha atje tani do e kaloj nga pjesa tjetër e peshores, do e kaloj të pjesa që jemi tu ku jemi, kaq mund sa jemi me këto situata që na rrethojnë, domethënë ç'a mund të bëj unë. Është e vështirë. Është e sigurt që është e vështirë. Të paktën për mua ka qenë e vështirë, ka qenë e gjatë, ka zgjatur shumë, ka qenë depresive, ka qenë ndonjëherë duke i thjesht, ndonjëherë duke i shumë e vështirë, por që kur e nxjerr kokën ma mendja se ja vlen. Unë jam i bindur tani për shkakun që jam më mirë se sa isha. Se po duken çik si kështu, si life coach që domethënë e dini vetë ju, mos merrni asnjë nga fjalët e mia për bazë, të gjitha që kam unë janë nga mua, domethënë, qoftë nuk të përmend ndonjë citim, ndonjë faqe libri apo kështu, dije që e kam nga mendja dhe nuk jam askush domethënë që të jap këshilla apo të gjitha, por mendoj se shumica e njerëzve do i bënte punë nëse ti thrasin çik më nëse ju themi ne thiri mendjes. Thiri mendjes është një nga shprehjet më të bukura për shkakun. Nuk është të zgjidh asnjë punë, po thua që të zgjidh asnjë punë, po që është ka pesh. E mos në të kulturën tonë epike, domethënë është diçka që ka një pesh shumë të madhe edhe që se rase shmendjes e vetë një gjë që është e re, domethënë për këta persona që thonë si jo, domethënë mund të jetë fakti që është e vështirë. Shi sa probleme ka rob vështirësinë e të tjera të tjetër gjë, po që nuk e ajo të du ta e vërteton në intervistë. Derisa je aq i aftë, sa ka hapur firmën tënde për të pjesë, duhet të jesh aq i aftë që t'ja nxjerrësh atij robi, çka ka të vërtetë dhe çka ka të eksagjeruar. Kështu që është pak e dyranshme kjo. Edhe kështu. Ja, e bëm pra. Një letër shumë e bukur. Falenderime nga zemra. Më bëhet qefi që ka interaction. Ro presim diku të shtatë të tjera, por po ju vonoj, kështu jam kështu plak, nuk di çfarë të them. Plak, e di çfarë të them, po do ta formuloj bukur.
ose si këto që kam afër këtu. Po unë sa kam pas shkruar në Shqipun, kur fillon shkruan prap. Unë këto pastaj po mirë, hajde se bëjmë live. Jo, ashtu kam turp. No ju ku shikon atë. Edhe pse nuk shikon njeri, në fakt. Po që, mendi këtu një. Krejmesh. Ku t'i qonë, që bëjmë. Së do të ndaj një kuriozitet në fakt që me kam provuar me disa personat të tjerë dhe pothuajse shumë njerëz nuk e dinin, edhe është rreth betonit. Në Shqipëri nuk është shumë e përhapur ndërtimi komplet nga betoni, sepse shtëpitë zakonisht bëhen tulla dhe vetëm kolonat bëhen beton ose trarët, domethënë të thash, por që diçka interesante me këtë është që betoni, flasim për betonin që ka hekur brenda gjithmonë, nuk e kryen detyrën e tij nëse nuk qahet. Për të gjithë ata që nuk e dinë, domethënë pavarësisht se kjo tingëllon pak jo logjike, që thonë si do çaj atë po ça, domethënë bie. Në fakt është një çik më e komplikuar, po për ta mbajtur shkurt, domethënë sidomos trarët e betonit që janë në gjendje të shtrirë, domethënë dhe marrin peshat nga sipër. Ai vendi që do qeshësh, do qash, për shembull, do mendosh, do flasësh me veten, janë gjëra jashtëzakonisht shumë të rëndësishme për jetën e një individi. Në ty do krijosh familjen, nëse do. Ata që s'duan të krijojnë familjen, pse s'do të krijojnë familje? Krijojnë familje aty. Çfarë bën ti? Po që është diçka që duhet menduar. Mendoj se është shumë e rëndësishme që të paktën mos të kesh frikën që nesër pas nesër do dalësh jashtë. Sado keq të shkojë jeta, çfarë lloj drejt dështimi që mund të ndodhi në karrierë ose në probleme, halle, në fund të fundit ke shtëpinë tënde, e kupton? Në fund të fundit ke ku e fut kokën. Te kjo është diçka shumë e rëndësishme. Ne që po flasim për investimet e vetja, të me thënë, nga shumë situata të ndryshme me njerëzit që mua më rrethojnë, ka ndodhur. Është ndodh gjithmonë, po thjesht që kam vënë re kohët e fundit, do të thënë që që jeta është bërë shumë e shpejtë, plak nuk kanë kohë me njerëzit të merren me gjërat që i përmbushin, do të thënë nuk i kushtojnë shumë rëndësi vetes, e kupton, janë në një lloj vorbulli, do të thënë punë, shtëpi, kafe, në shumë raste nuk e di nëse është shumica apo është pakica, por në shumë raste janë edhe në një rreth shoqëror ose në një marrëdhënie që tani për të përdorur një fjalë kështu të rinis, domethënë janë çik marrëdhënie toksike, domethënë me një shoqëri që nuk është se i respekton me një ambient, domethënë që nuk është se i jep atë që i takon në kuptimin e vëmendjes apo ku dëgjon të investimit që që japin persona të ndryshme që bëjnë pjesë në të njëjtën shoqëri, domethënë është diçka që duhet të jetë reciproke dhe kanë vënë re kohët e fundit, domethënë që shumë persona janë në disa lloje marrëdhëniesh me miqtë e tyre, domethënë që është komplet e njëanshme, domethënë dhe kjo është e trishtueshme në fakt, e kupton? Disa për të ditur, po që mendoj që janë gjëra kështu common knowledge, domethënë është gjë e mirë ti dish. Janë gjëra që nuk është se do shpëtosh botën po ti dish, po është gjë e mirë ti dish, domethënë mund të dalë një bisedë nesër pas nesër në kafe dhe mbase ku i dihet, mbase do jetë një nga këto tema prezente. Për të gjithë ata që nuk e dinë, unë studioj inxhinieri ndërtimi në Gjermani, në Berlin, dhe në fillimet e mia normalisht nuk kam qenë shumë i sigurt nëse do ishte kjo diçka që unë doja vërtet, po me kalimin e kohës e kam zbuluar disa herë që vërtet jam jashtëzakonisht shumë i apasionuar sa edhe miqtë e mi nëpër kafe ndonjëherë bezdisen nga fakti që sa shumë kam unë për të thënë rreth ndërtimit. Është jashtëzakonisht shumë interesante, është nëna e të gjitha inxhinierive, normalisht. Inxhinieria ka lindur me nevojën për strehim në fillim dhe më vonë me krijimin dhe inxhinierimin e veglave të ndryshme që mund të duhen për çfarëdo lloj detyrash apo ku dëgjon çfarë bëjnë. Do të ndaj një
kuriozitet në fakt që e kam provuar me disa persona të tjerë dhe pothuajse shumë njerëz nuk e dinin, edhe është rreth betonit. Në Shqipëri nuk është shumë e përhapur ndërtimi komplet nga betoni, sepse shtëpitë zakonisht bëhen tulla dhe vetëm kolonat bëhen beton ose trarët, domethënë të thash, por që diçka interesante me këtë është që betoni, flasim për betonin që ka hekur brenda gjithmonë, nuk e kryen detyrën e tij nëse nuk qahet. Për të gjithë ata që nuk e dinë, domethënë pavarësisht se kjo tingëllon pak jo logjike, që thonë si do çaj ato po ça, domethënë bie. Në fakt është një çik më e komplikuar, po për ta mbajtur shkurt, domethënë sidomos trarët e betonit që janë në gjendje të shtrirë, domethënë dhe marrin peshat nga sipër, e kanë gjithmonë hekurin me përqendrime të lartë në pjesën e poshtme të vetën dhe në mënyrë që përmbajtja e hekurit ose hekuri vetë të aktivizohet, duhet që betoni të qahet në mënyrë që forcat i kalojnë hekurit. Në shembull në një trau betoni, nëse nuk bien mjaftueshëm pesha ose forca sipër që pjesa e poshtme të qahet, atëherë hekuri që është vendosur brenda në të nuk aktivizohet asnjëherë dhe edhe mund të mos të hiqte fare aty, domethënë nuk kryen asnjë rol, kështu që është thjesht një shpenzim leku. Ku flasim për çarje, janë çarje nanometrike, kupton, nuk janë gjëra që shihen me sy të lirë. Në momentin që shihen me sy të lirë kalon gjendja në pak kritike, por e vërteta është që çarjet ndodhin, të gjitha llogaritjet inxhinierike që bëhen në fazën e dytë të betonit, që titullohet faza e betonit çar, dhe atëherë ti e merr të gjithë atë performancën e betonit me hekur. Është pak e vështirë, domethënë ta përfytyrosh, po që ka shumë video nga shumë inxhinierë të ndryshëm, domethënë në internet që shpjegojnë të gjë të tillë dhe është diçka e bukur në fakt se si funksionon në të vërtetë fizika, statika, apo dhe një emrin juve që atë doni për përditësin tuaj. Me që jemi të ndërtimi, kam pasur biseda me një mikun tim këtu në Berlin rreth pasurive të paluajshme, domethënë në këtë rast shtëpi ose më saktë apartamente. Edhe një nga bisedat më të këndshme që ne bëjmë me njëri tjetrin, domethënë është të ndërtosh një shtëpi apo ta blesh një shtëpi. Dhe biseda tjetër është të blesh një apartament që është i ndërtuar tani ose kohët e fundit, ose të blesh një apartament që është i vjetër. Rrugët tona në mendim ndahen në fakt në idetë parësore që ne kemi, sepse unë jam një person që me kalimin e kohës më pëlqen më shumë, domethënë, që të jem në një shtëpi private përdesë, thoni se di tash si i bie fiks, edhe diku në periferi të qytetit, larg asaj zhurmës, asaj atij kaosit, domethënë, edhe kolegu ose miku im është gjithmonë për pjesën brenda në qytet, sepse ke çdo gjë afër edhe është më mirë për shumë gjëra. Domethënë këtë unë duhet ta parashtroja një çik vetë, ta paraqisja, domethënë se si janë idetë tona, si janë argumentet, domethënë çfarë është mirë nga kjo, çfarë është keq nga ajo. Mua më duket një gjë shumë interesante dhe bazë është diçka që jo shumë persona në moshën tonë diskutojnë këtë gjë, domethënë, por në fakt është diçka që vjen një pikë në jetën e robët, domethënë që duhet të mendoj për këto gjëra, si mund të lëri diçka mbrapa ose si të krijoj një jetë më të mirë për veten e tij. Tu do të ndryshoj diçka, domethënë. Jepi Cezarit atë që i takon Cezarit, plak, kupton? Nëse ti mendon, nëse je i bindur që mund të vënë gjërat më mirë, vëri në dukje. Se ka dhe shumë rate që mund të kenë rob shumë të mirë, domethënë, po fakti që ti gjithmonë ke lozur top, edhe nuk e ke vënë në dieni për këtë pjesën që nuk dihesh mirë, domethënë, edhe nuk e din ose nuk i shkon në mendje. Pavarësisht se kjo ndodh shumë rrallë, zakonisht personat që të duan gjithmonë nuk do të shpërdoronin, domethënë.
por që janë probleme të shoqërisë që fatkeqësisht nuk është se flet shumë njeri për to, edhe shiko, shoqërinë është shumë e thjeshtë, që e thoshin baballarët tanë apo gjyshrit apo të gjitha. Familjen ta jep nana, ta jep babai, e kupton? Edhe vllajin, edhe motrën, edhe kushërinë. Ti ke një lidhje, domethënë që ti nuk ke asnjë lloj ndikimi, domethënë nuk mund ta ndryshosh dot. Ama shoqërinë e zgjedh, e kupton? Edhe pse do zgjidhje rob, për shembull që duhet të gjithmonë të jesh yes man, edhe të vesh nga mbrapa çdo lloj ideje që mund të hidhet nga çdo kusht, domethënë është diçka që është e vështirë. Unë e kuptoj, është zakonisht shumë mirë që është e vështirë, s'ka qenë lehtë as për mua dhe më kanë timuar persona të tjerë, domethënë që mi kanë vënë gjëra të dukje, çfarë është gabim, në kuptimin që okay, plak se robi po përfiton nga ty në këtë lloj mënyre, në këtë lloj mënyre, domethënë, po që është vështirë. Edhe është diçka që secili do e kaloj vetë në veten e tij, domethënë mund të ndihmojnë persona, shok të tjerë të ndryshëm, familjar, vëlla, motër, ku dëgjon mbas edhe partneri të t'i vënë gjëra të dukje, domethënë të thonë që shife se ti të duket kjo gjëja kështu, por në të vërtetë kjo është ajo që po humbet ti. Edhe kërkon jashtëzakonisht shumë kohë, domethënë në kuptimin e cilësisë, domethënë që jo se kërkon 10 muaj, po që kërkon një kohë të gjatë dhe kohë cilësore të gjatë ku të kesh kohë mjaftueshme për ta menduar me veten, domethënë që dale që është kjo vërtet ajo se dua unë të sillem me njerëzit, është kjo vërtet ajo se si unë do ta përfaqësoj veten, domethënë ose mund ta lëm veten të degradoj në këtë mënyrë saqë arri në pjesën që nuk ndihem rehat vetëm për faktin që të ndihen të tjerët rehat. Kjo është diçka domethënë që secili do ta vendosi për veten e tij. Është pak e çuditshme, kupton, është diçka që të vret një çik, domethënë se të shëmb atë të gjitha atë idenë që ke për krijuar për shoqërinë, për vendin tënd në shoqëri, për rëndësinë tënde, domethënë, po që në fund fare nëse do që ti jesh i kënaqur të zëri gjumi rehat, do ta kuptosh deri në një far pike që shife se tu do të ndryshojë diçka, domethënë. Normalisht nuk ka për të bërë kërdin kjo si epidemi, siç po e bën Covidi, sepse robt nuk do të marrin shumë seriozisht këto. Por që prap është argëtuese fakti, domethënë që se si ne marrim në fillim, edhe që i marrim me shumë qejf gjërat më negative të gjërat që ne kemi më shumë për zemër të tyre, janë gjërat më varilesh të mundshme. Vetëm këto gjëra që janë kështu pseudosociale, që janë gjëra që japin një buff egos. Po që në të vërtetë nuk është se si ndaj një impuls shumë të madh. Në vend që të krijohet një lloj si ta themi, një lloj shitje blerje idesh dhe kulturash mes vendeve ku dëgjojmë një sistem ekonomik, një sistem politik apo një ide filozofike, si të ndryshojnë të, si të ndryshojmë atë, ne merremi me top dalliqe. Se tha ky, se tha atë, e kupton, bëjmë ndonjë grup, bëjmë ndonjë Big Brother, e kupton? Edhe ju tash që mos e ëmshi drekën, që na keni çfarë trapin tash drejt muhabeti tash na vjen keq që flasim kështu, po tani seriozisht e keni, nuk i vjen çik zor nga vetja kur i vjen nga do që kthen syt në Instagram Big Brother Donaldi Trixi Xi çka ka jo. Jemi nuk e di unë çfarë. Ne kemi probleme shumë të tjera domethënë. Jemi se kjo është showbiz, normalisht këto do shifen gjithmonë domethënë do. Bëni kujdes për shëndetin tuaj, bëni kujdes për njerëzit që doni dhe ju duan. Ai vitleshi që kaluam na tregoi shumë gjëra që duhet të përmirësojmë. Duke filluar që nga unë i pari, po besoj se gjithë secili e di vetë ku i re. Po që e mira është që jo për të vënë kështu New Year goals, që janë këto budalliqe të kështu, po thjesht, domethënë me hapa të vegjël thjesht të ndryshojnë disa gjëra bazike në jetë, po që mund të kenë një rëndësi të madhe më vonë. U kam shumë kohë që nuk kam bërë podcast tashmë, që për podcastin e fundit ishte 3 orë. Për shkak sepse normalisht unë isha në shtëpi me familjen për pushime, edhe kisha ndërmend që të bëja edhe një podcast kur isha andej, po që nuk mjaftoi koha, domethënë ishin shumë gjëra që ky episod nuk është si të themi një podcast i mirëfillt, është thjesht një update
për ato që na presin përpara, që më presin mua dhe juve si dëgjues. Për episodet e ardhshme nuk është se ka ndonjë specifikim që kjo do bëhet kështu, kjo do bëhet ashtu, do bëhet atë. Të filluar që nga unë i pari, po besoj se gjithë secili e di vetë ku i re. Po që e mira është që jo për të vënë kështu New Year goals, që janë këto budalliqe të kështu, po thjesht, domethënë me hapa të vegjël thjesht të ndryshojnë disa gjëra bazike në jetë, po që mund të kenë një rëndësi të madhe. Në time po ditë atë. Shiko, ka një anë kjo është domosdoshmëri, domethënë ndodh vetë, nuk është se kontrolloj dot punën, nëse nuk kaloj të njëjtat probleme që kalojnë secili njeri aty, domethënë. Edhe nuk i kuptoj dot aq mirë, domethënë sa i kupton një person tjetër, domethënë moshatari juaj apo ku dëgjon që jeton në të njëjtin vend të paktën, ose bën një të punë, ose në të njëjtin lagje apo ka të njëjtat halle, kupton? Janë gjëra që unë të flas me çfarë shikoj unë si palë tret, si nga jashtë, domethënë, por që robi që është implikuar i kupton gjithmonë më mirë se si qëndron problemi, domethënë, dhe si është zgjidhja më e mirë për të. Gjithsesi. Por që kur të vinë ndonjëherë në Europë nga jashtë, kjo është problem që do të diskutojmë në mendimin tim. Është detyra e gjithë secilit të merret me politikë. Po të marrë çikun politikë vetë si individ, të kuptosh kush janë problemet, çfarë është, për mendimin tim nuk ke të drejtë të ankohesh. Është kaq e thjeshtë. Nëse ti se vret mendjen për zgjidhjen, domethënë, nuk është gjë e mirë. Do të mendosh një çik të jesh që i hedhur të shikosh pse s'u funksionon kjo, pse s'u funksionon ajo, si bëjnë gjërat më mirë, më ndryshe, nga mund të mësojmë kush e ka pasur një situatë të tillë. Nuk mund të zgjidhësh hallet e gjithë popullsisë, po një gjë që të prek ty. Mund të lexoj Robin që domethënë, unë kam të problem, dëgjoj, nuk po më fitet preshi. Tani që është shitet preshi, si bën tufat, ku dëgjon. Nuk është më ajo pjesa tash që jo s'kemi mundësi, s'kemi kështu. Resurset janë tash. Mund të pyesësh. Ose i lirë si individ, në sytë e mi. Dizisi, unë u thellova një çik, po nuk duhet të thellohesh në atë episod, sepse si të thash që thjesht një update i momentit, domethënë se që si qëndrojnë gjërat, por që në episodin e radhshëm ama nëse disa nga ato tema do preken gjerësisht dhe deri atëherë shpresoj të jeni mirë. Ju lutem nëse ju pëlqen podcasti të jepni një like në YouTube. Për ju që keni bërë subscribe, ju falenderoj, për ju që keni bërë akoma dhe që dëgjoni. Nëse ju pëlqen, mund ta bëni subscribe. Edhe nëse nuk ju pëlqen ai shumë, bëni subscribe nëse ju gjen gjë, e kupton. Thjesht nëse ju bezdisin ato notification edhe mund të fikni. Në fillim i thoshin gjithë i kod, po bën. Po tani për aeroportin e Pekinit, me sa di unë, në fundit ajo superstari e tij. Shumë Google ka dalë, by the way. Google rob aeroporti i Pekinit nga si e ka emrin ajo? Hadidi. Esra si e ka? Zaha Hadid. Arkitekt një nga në mos më e mira në gjinitë femërore në top 3-shi, pa frikë fare, nuk diskutohet. Edhe meshkuj edhe femra pastaj mund të prapë në top 5, jo top 5 jo, është pak shumë, po top 10. Ka pasur njerëz që kanë krahasuar edhe me Uwe Arupi. Edhe pse Arupi ka bërë më shumë gjëra se sa Hadidi. Kështu. Edhe u rikthyer. Erdhëm prapë. Erdhëm. Së vonuam shumë. Gjithsesi. Çfarë na bësh tjetër në ato? Se kjo nuk pihet kjo me qumë çfarë është. Seksi në plazh. Seksi në plazh ishte varinisht. Po mirë, plani kupton. Sa i ke të gjitha. Se ne dim vetë tu ato aplikacione që përdorim me shumë më kollajshme kur i ke 20 opsione të ndryshme. Pastrim kimik nuk kemi aftuar. Domos në Tiranë për shkakun është super biznes për tu hapur. Lavanterira gjëra. Gjithë ata rroba që janë për zyra, rrogën nuk e kanë mjaftueshëm që të marrin kështu pastruesa për shtëpi, po që edhe kushtet që ti bëjnë të gjitha punët e shtëpisë vetë nuk i kanë. Di shumë mirë që janë ato punë që privillon 8 edhe vjen 8 në shtëpi pra. Çfarë do bësh më përpara? Kërkesë ka shumë. Nuk i kanë vënë edhe një qytet studenti për shkakun e Tinasë deri poshtë
aty ku kam lëvizur unë gjithë ato që kam, që janë 1 ose 2, domethënë jam plot që gjithë kohës, full. Në gjitha më radh. Ide e mirë do ishte. Pas ato lokalet janë vizive, okay, do është diçka që duket, domethënë duket gjë e bukur, edhe pse rob bëjnë qef, kënaqen e gjitha, domethënë, po kjo është një shërbim që ti ofron të tjerët. Pastaj nuk e kanë atë emrin aq fort, po ç'a grade je. Po të hapësh një lokal në një lagje për shkak do kesh baka marrë një banakjet, ose 2 ose 4. Ose lavanteria do dom minimumi 5 veta. Për mbajvajtje domethënë. Tu zerohet pastaj kur fillosh i kesh 2 tunet e mbushura, akoma më shumë. Po të eci mirë fare mbas 2-3 vitesh, do hapësh turnate, se sa del dot. Ose do hapësh një filial tjetër, e kupton? Po ideja është e njëjta punë për ditë dhe ata personat janë të siguruar për ai shkosa ka punë. Nuk është si lokale do rishin që më shumë se as po ikin këta se nuk dua ti çoj se më ikën klientela, po kështu nuk i thua, skepse i thua kjo orarin, në fakt po ikën ti vjen tjetri, ja çao. Në shpo fikse domethënë. Pa më shumë ndonjë. Pastaj pisa industrive që thotë ai është gjë tjetër, pastaj pa do kapital kështu kapital start domethënë do shumë më të madh. Do të hapësh një fabrikë, do të gjejnë gjithë aparatura nga jashtë të gjitha. Se ne tek kemi normalisht. Do dhe njerëz janë të futur atë, domethënë janë të lehtësuar shumë të kenë punë. Shumë kontakte me njoftës të kualifikuar më manjë. Edhe tek finalisht jam përpara që kërkojnë atë të hapesh në Ballkan, nuk binte fare Shqipëria në radar. Vetëm fakti domethënë sepse nuk kishin lidhje fare, nuk njihnin njerëj. Kurse shumë kur dëgjon në Bullgari kishin, në Bosnjë kishin, për shembull. Të gjitha që kanë firma të vogla këtu. Me 10 punëtorë domethënë, thjesht ajo ka një filanin aty që e bën këtë punë domethënë. Do të mësoj me atë faktin që duhet të çdo gjë në letër, domethënë. Nuk do të vazhdojmë me punë të zezë, paguash ca kështu ca ashtu. Normal. Ti që sa ndryshoj, për shembull, mos jetoj në Gjermani, jetoj në Italy. Këto zgjidhje. Këto zgjidhje. Në çfarë rrethana aktuale reale po thëj? Përgjithësi po pyes. Si student, okay, Gjermania do të ofron shkollë, tani këto kompani. Ose ne me kulturë jugore përgjithësi çdo vend jugor të Evropës. Çfarë është ai më që mrizi zanave? Çfarë është ai? Po, agroturizëm. Agroturizëm, ushqim tradicional. Nuk është se Nuk kam mjaftu shumë restorante që ushtojnë që ofrojnë ushqim tradicional. Shumica që janë në Tiranë janë pizza pasta. E kupton, steakhouse, kanal lotreria sushi që theti. Po nuk keti, ose të paktën dinin time, nuk keti në një restorant superstar që të ofroj ku dëgjon tani. Nuk është shqiptare të Afkosi, e kupton, nuk është se ke në një së bën, s'është të mon, ne duhem timi gjithmonë si jashtë, duhet të konsumojmë gjëra që janë shumë larg nesh mundësisht. Po, e se di. Për shumë për këtë për një biznes, për shumë për një kafaj, bar restoran, për shumë. Dhe sezonal për jetë, për shumë lo. Se florat e rishit shumë, për shumë, për të shikosh edhe shumë Tiranës, gjatë fundjavëve lëvizin shumë gjatë. Erdhëm. Ose më saktë se era dhe erdha. Nga sot edhe për disa kohë podcastit do të vazhdoj Bill Burr style. Ata që mund ta kenë ndjekur Monday morning podcast. Bill Burr. Më thënë, normalisht më mirë se ai, po që të jetë vetëm për disa kohë. Nga t'ja fillojmë mbas gjithë këtyre pushimeve vere. Ndonjëherë duket shumë e vështirë, duket shumë arrogante ose shumë e hipokrizin të fillosh prap të ankohesh për gjëra, që është një nga problemet që mua personalisht më shqetëson më streson fare nervat, keq fare. Koto, me të ndodhi ajo, ndodhën vrasi gjëra të çuar, u çdo lloj emisioni, pastaj pa pritur nuk po na vjen keq që ka ndodhur kjo, po mos të kishte ndodhur kjo me Berishën, do e kishim trajtuar më shumë atë vrasin makabre, por fakte. Berisha is more important. Që se kuptoj që çam mund të ndoj roba akoma, po i ka buri ideot. I ka vlasin asesore. Nuk unë gope ka shvite, leri ta qënë të tjerë, të hanë dhe këta pjesën e tyre. Ti iso dhe këta. Ti arkitekti, Ik, si që ka thënë Ilir Meta me qëtësime dashuri.
E me gjithë se njeh atë pjesë nuk është e ka ekzistuar ndonjëherë, po. Lëri këlyshtë tu, të me thënë të bëjnë edhe ata, jepja mundësinë dhe atyre të bëjnë zagar, si puna jote. Për brenda orës. Unë e kam lexuar një herë këtë, për shefin tim, për të kuptuar, të me thënë, bazamentin, edhe për mos të ngecur, se fatkeqësisht kemi edhe disa shekuj pa lexuar në Shqip përveç lajmeve për Instagram apo ku dëgjon ato gazetat online, çan të gjitha. Por gjithsesi thelbi është që sot të lexojmë një letër të hapur nga persona që janë midis jush aty, me që shumë janë ankuar në DM që me qenë se unë jam jashtë, nuk kam të drejtë të jap mendime ose të përzihem me gjërat tuaja aty, por që në fakt janë tonat sepse unë e konsideroj veten një njeri që sa do lart jem, të me thënë gjithmonë ka për të më interesuar vendi im, edhe në qoftë se do i kisha mundësitë e duhura nuk kisha për ta lënë asnjëherë vendin. Kështu që mendoj se është jo vetëm mundësia ime për të përfshirë me gjërat që ndodhin në Shqipëri, por mendoj se është detyra ime. Po para se ta fillojmë, kisha një lutje speciale, të më thënë që në qoftë se ju pëlqen podcasti, ta shpërndani, të dërgoni shokëve dhe shoqeve të tua. Mjafton sikur një person tjetër ta dëgjojë, është më se mjaftueshëm. Në qoftë se ju pëlqen bëni like, në qoftë se ju pëlqen bëni dislike, në qoftë se keni kritika mund të komentoni, në qoftë se zoni të komentoni edhe thjesht mund të dërgoni një DM në Instagram, dërgoni një email në emailin e faqes apo ku ta diun. Si ta keni ju, është çdo lloj feedbacku është më se i mirëpritur. Hajde një herë për mira gëzime. Ja fillojmë pra. Letra është shumë e bukur. Është disi për juve që keni pitur jo Rama, Basha, Berisha, Budalliqe, jo nafta, jo kështu, nuk është fikse goditura. Ti është diçka më e thellë, diçka që për mendimin tim prek shoqërinë tonë shumë herë më shumë. Dhe më vjen mirë që një personazh i tillë e ka shkruar letrën dhe jo unë, sepse mua nuk më takon të trajtoj këto tema. Ose ta ngresi debat. Të jap mendimin tim normalisht, unë nuk e hap bukën kot, po që është më mirë kur një person që është vetë i përfshirë në këtë lloj situate i japi një mendim nga vetja e vet. Le t'ja fillojmë pra. Përshëndetje djema. Meshkuj dhe çdo kush që përdor tok fjalshin gocat e sotme janë të gjitha njësoj. Dua të jem e thjesht për ju, ndaj po ju propozoj diçka që në fillim. Le ta heqim nga përditshmëria fjalin, hëmo se këto gocat sot kshu janë të gjitha. Për ty djalosh apo zotëri që ke këtë mendim, unë kam pyetjen. A je i sigurt që i ke provuar të gjitha këto gocat e sotshme? Për ty djalosh apo zotëri që mendon se kush jam unë që pyes, do ju prezantohem gjatë. Unë jam një prej këtyre gocave të sotshme. Kam lindur shumë pak, apo pas teje, në 1996 dhe si ty jam pjesë e gjeneratës së sotme, në thonjza. Vi nga qyteti i Fierit dhe si shumë të tjerë e shpërngulur në Tiranë për studime vite më parë. Tashmë gëzoj të dyja diplomat, bachelor dhe master, si dhe një punë stabile. Le të rikthehemi tek pyetja që bëra, sepse do ju tregoj më shumë rrugës. Tani deri këtu një herë para fare që më bën përshtypje mua që ka të drejtë, domethënë normalisht që edhe unë kam përdorur deri në një fazë. Mirë më vjen që u projektua diçka me parking poshtë, domethënë sepse është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme kjo. Sidomos për qytetet që janë të vogla dhe që nuk kanë shumë vende dhe që kanë qef ose duan në të ardhme të afër të zhvillohen. Po prapë është shumë e vështirë ti ikësh atij fakti që dalem, valla, po se menduat ju këtë gjë përpara se ta bëni të. A e bët një herë atëre, apo e bët si është për sy e faqe atëre, domethënë, edhe tani kujtohem, po haruam parkingun. Ç'është kjo më?
është absurde, kjo kalon çdo lloj, nuk e di. Gjithsesi tani që u bë, po pse se bëni? Pse s'vazhdoni ta mbaroni? Pse nuk vazhdoni ta mbaroni? Ishte afati për të mbaruar korrik 2021. Isha në kusht, e më duket e ka thënë te episodi i parë, nëse po e përsëris prapë, më falni. Po kjo nuk është normale. Ka kaluar afati mbarimit, ata nuk kanë filluar akoma. Është kryer, ka plasur ujë aty, sikur gjasme nuk e dinin që kishte tobacione aty. Si tha domethënë, edhe është bërë atje si pishik, kështu pet kosa, gjalprinçe, era pambum, au. Bizneset aty i ka therrur fare rreth e qark, se i ka vënë ato që penat e shpifura. Edhe hajde jetoti. Hajde jetoti aty. Është ajo culture gap, ka një ndryshim, një variacion jashtëzakonisht shumë të madh, domethënë sa duash të mundohesh, domethënë asnjëherë nuk e për të qenë 100% gjerman, francez, anglez, ku di unë vërja emrin çfarë duash ti. Janë diçka që neve na bëjnë shqiptar, domethënë pavarësisht se kjo shprehja është tani pak e super përdorur, abuzohet, domethënë tallin mbyllën njerëzit me këtë, po që është vërtet diçka që ka një ndikim shumë të madh te çdo njeri. Unë nuk i njoh këta persona që kanë thënë këtë gjë për goca, domethënë, po më duket pak e çuditshme se ne të që jetojmë këtej, domethënë mundohemi gjatë gjithë kohës. Dhe bisedat tavolini që kanë pasur në të gjitha, domethënë janë persona që i duan vetëm të huaj, domethënë thjesht për atë me frigizmin, duan meshkuj që nuk interesohen, mjafton të sjellin një kafe te krevatit, domethënë edhe varelesh, nuk dua të më bezdisi gjatë gjithë kohës. Kurse meshkuj shqiptar ose pak shoqëria ime jemi çuna domethënë që jemi më të përfshirë, kërkojnë të bëjnë diçka bashkë, kërkojnë të bëjnë një plan, për një të ardhme, një ku do dhemi, ku do bëjmë, çfarë projekti ke. E bën edhe e bën si drejtje. Ta e kriminella. Po i vrasin njerëzit, po i lën pa bukë. Ke parti në një krim të dali vetë nga molla? We will not allow responsible. Any hearing in the message. Most people extensive exposure to this child.